Gati 500.000 turistë shtesë gjatë kësaj jave dhe rreth 350 milion euro të ardhura neto për ekonominë i solli Spanjës eklipsi diellori 12 gushtit. Fluksi vizitorëve u përqendrua në 36 provinca përgjatë zonës, ku eklipsi mund të vëzhgojë i plot. Interesi i madh solli një rritje të ndjeshme të rezervimeve të hoteleve dhe udhëtimeve, ndërsa kapacitetet e akomodimit në zonat në fjalë ka përcyen 1 milion shtetër, shkruajnë mediat spanjolle. Eklipsi ka nxitur edhe lëvizje turistike brenda vendit me rritje të udhëtimeve ajrore dhe të rezervimeve të akomodimit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për shkak të numrit të madh të vizitorëve, autoritetet aktivizuan plane të posaçme për siguri, mbrojtjen civile, menaxhimin e trafikut, parandalimin e zjarreve dhe përballimin e grumbullimeve të mëdha. Eklipsi u konsiderua jo vetëm si një spektakël i rrallë astronomik, por edhe si një mundësi e rëndësishme për turizmin, duke e kthyer Spanjën në një nga destinacionet kryesore për ndjekjen e tij. Ky ishte eklipsi i parë i plot diellor i dukshëm nga pjesë e Europës kontinentale pas shumë vitesh. Rruga e tij kaloi mbi Groenland, Island, Spanjë dhe një cep të Portugalisë, ndërsa në pjesën më të madhe të Europës, Afrikës Veriore dhe Amerikës së Veriut, fenomeni u pa vetëm pjesërisht.